kanë një shtys nga vëjem, që është më e mos se unë, ka viti që është berber, nga puna e bukur që bënë të ai, dhe mu më shtu që ta vazhdoj këtë zanat. Në moshën e 15 vjeçare kam vazhduar kursin, në 16 vjeçare kam vazhduar punën e karrimit. Fillimet ka kanë të vështira, normal, është një gjë që e ditur që e vështirë, klienta nuk ta ka besimin që në fillim duhet të mësohet me qefet tuja, me veprimet tuja, me fjalët tuja. Dhe kështu, fillimet e mia kanë qenë vështira, por me punë, me vullnet dhe me dëshirë, jam këtu ku jam sot. Ka një javë që kam hapur dyqanin tim dhe deri tani jam shumë i kënaqur. Klientët janë shumë të kënaqur, kam klientë të ri, kam klientë të mi tjetër, klientë të mi besueshëm që kanë ardhur dhe nga aty ku punu. Jam shumë i njohës ndaj tyre që po mos kishin kënë sot ata, unë nuk të kisha kënë këtu ku jam sot. Deri tash e kam pas një menim për të ikur, por duke kënë këtu në vendin tonë që na kallon shumë mundësi të mira, me pasi diçka në temin personal, është një diçka shumë e mirë për arsye se pse mos me kriju të ardhmen tonë në vendin tonë. Vazhdoni ëndrat tuaja, mos e lani në gjysë sepse me punë, me vullnet, me dëshirë arrihet gjithçka.